ngon kompanit dhe investitorët amerikanë, thuhet në mesazh. Përpjekjet e Zoti Dumani vendosën standardin për bashkëpunim të fortë mes SHBA-s dhe Shqipërisë kundër organizatave kriminale ndërkombëtare, i cili shpresojmë se do të vazhdojë me pasardhësin e tij. Pra, kjo është ajo çfarë shkruhet në këtë mesazh. Atëherë, ta nisim me ju, Nesuri. Së pari, si do t'i lexoni këto dy mesazhe? Ju e keni fjalën për të BE-s dhe të... Po, BE-s dhe SHBA-s, të besoj këtu është dhe fokusi kryesor i asaj çfarë po ndodhi kësaj zhurmë të madhe që po ndodh për krerën e ri të Spakut. Interesimi ndërkombëtarëve ka qenë që në fillim dhe gjithçka që është bërë me mbështetjen e tyre. Kështu që në këtë kuadër nuk është se tani është shtuar ndërhyrja apo mbështetja ndërkombëtarëve ndaj Spakut apo organeve tjera ligjzbatuese, por mendoj se vetë Shqipëria dhe gjithë puna e Spakut ka hyrë në një moment të caktuar, ku e gjitha kjo përkthehet me hetime të cilat padyshim do të sjellin dhe ndryshime tjera. Ndryshime të qëndësishme, të thella, dhe pavarësisht se ju doni të krahasoni BE-n me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë gjykoj se të dyja janë në një linjë. Pavarësisht se ambasadori i BE-s duhet të shprehi opinionin e shumë vendeve të caktuar. Kaloj pak te mesazhi i BE-s, ju lutem, po. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shtet i cili shpreh qëndrimin e tij të qartë, të plot, ndërkohë që deklarata e ambasadorit BE-s duhet përfshi të gjithë aktorët pjesëtar të Bashkimit Evropian, dhe kështu që është gjithmonë më ekuilibruar. Jo, po të lexoj dhe ambasadën britanike që është shumë e pa, domethënë e barazlarguar nga të gjitha flukset, ku thot presim me padurim të bashkëpunojmë me çdo që do të zgjidhet. Pra kjo është deklarata më asnjanse në të treja deklaratat diplomatike që ne lexojmë. Amerikanët kërkojnë që pasardhësi i Dumanit të ngjajë Dumanit në bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Europianët kërkojnë një figurë me integritet të padiskutueshëm, të pavarur dhe profesionisht, dhe ndërkohë britanikët janë më të thjeshtë, duke thënë që çdo që zgjidhni për ne është okay. Ndërkohë janë 4 kandidatura, të cilat të gjithë plotësojnë kriteret për të qenë kryetar të Spakut. Pikërisht pra, jemi në kushte të tjera. Dhe nëse vlerësohet puna e Dumanit, është sepse mori një stat në cilin kishte nevojë patjetër që kishte një këmbgulje dhe që t'i bënte ballë gjitha presioneve, sidomos që vinin nga politika. Apo qoftë edhe nga bota e krimit, sepse këto nuk kanë qenë fenomene që nuk kanë ndodhur rëndom në drejtsinë shqiptare. Tashmë Spaku është maturuar, nuk është më ai Spaku parë. Dhe në këtë kuadër, kushdo që do të vi në krye të Spakut i përmbush standardet dhe aspektin, jo vetëm në aspektin profesional, por mendoj edhe puna e gjithë secilit në ndjekjen e çështjeve apo hetimeve të ndryshme ku kanë prekur titullar apo politikan të mëdhenj apo grupe të mëdha kriminale, e bëjnë nder punës së tyre. Dhe unë mund të them që sot, edhe sikur Molnoka nga PD-ja të vijë në krye të Spakut, apo Ulsimanjën nga PS-ja të vijë në krye të Spakut, nuk ka më atë fuqi për të ndikuar në rrjedhën e hetimeve. Jo, këtu do të ndalemi pak, sepse kur unë shoh dallime në qëndrimet e dy të mëdhenjve, njëri, pra duket që kanë preferencë. Amerikanët kanë një profil të caktuar të preferuar, ndërkohë europianët duket që kanë një profil tjetër. Ky është një moment që ju lutem nxirr pak edhe një herë atë plazmën ku duket çfarë kërkojnë europianët. Po, jo këtë, tjetër. Atëherë, ju doni të hyni në detaje, megjithatë